Lëvizja socialiste për integrimi kundër përgjigjet paralajmërimit Gramozruçit për shkarkimin e Ilir Metës si president nëse nuk dekreton qeverinë e re. Ashtu si Meta dhe LSI thot se nuk ka dekret për asnjë qeveri të dalë nga votat vjedhura. Për herë të parë një kandidat për deputet i Partisë Demokratike mbështet hapur fushatën e Partisë Socialiste, Lefter Maliqi, i treti në listën e opozitës në Berat, deklaroi votën pro kundërshtarit në mitingun e kryeministrit. Porosit si vrasjes e Artan Cukut po kërkohet në një vend të Bashkimit Evropian. Policia ra në gjurmë të telefonit me cilin e komunikonte me Mikel Shallarin, por numri rezultoi se ishte mbyllur disa ditë para arrestimit të 24 vjeçarit. Dy grupe kriminale që shfrytëzonin femra për prostitucion u arrestuan nga policia e Tiranës. Njëri prej tyre drejtohej nga një 34 vjeçare që shfrytëzonte të paktën 5 vajza për seks online. Presidenti Amerikan Donald Trump pranoi se është zyrtarisht në hetim për çështjen e përfshirjes së Rusisë në zgjedhjet e fundit presidenciale. Ai mohon të ketë penguar hetimet dhe e quan procesin gjyti shtrikash. Ndron jetë në moshën 87 vjeçare ish kancelari gjerman Helmut Kohl. Ai do të mbahet mend si arkitekti i Bashkimit dy Gjermanive dhe mbrojtësi si flakt i monedhës së përbashkët europiane. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Tu përfunduam zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.